Raportet kanë qenë llogarit për 6 muajt e 2025-s janë 536 raste AIDA, nga të cilat kemi raste që nuk janë identifikuar ligjërisht, sepse qytetarët janë dëmtuar, janë rrëzuar dhe kanë vazhduar banesat e tyre pa marrë ndihmën mjekësore apo pa kërkuar asistencën e shërbimeve të policisë për të shërbyer në ato momente. Pra, 536 raste për 6 muajorin e këtij viti janë zyrtare, të evidentuara që janë përfshirë rastet patim me këmbësor, patim me patin, patim me biciklet, patim me motomjet dhe patim me mjet. Vetëm për këtë javë që po flasim, për momentin nuk kemi asnjë rast të evidentuar. Kjo do të thotë që qëllimi për cilën neve dolëm dhe morëm këtë nismë deri në rregullimin e legjislacionit ka dhënë efektet e veta. Parandalimi ka dhënë eficiencën e vet. Këtu gjej rastin të falenderoj dhe qytetarët të cilët realisht kanë pas një reagim pozitiv për kundrejt kësaj nisme.